Mirëmëngjes gjithëve, mirëmëngjes zonja ministre. Pyetja e parë ime drejtuar për ju është, a keni ngrënë mëngjes? Se unë po ju ofroj mëngjesin e Spitalit Lushnjë, pacient. Ky është mëngjesi që hahet nga pacientët e Spitalit Lushnjë. Dhe nga auditimi që keni bërë ju, ministria juaj, në punë nuk është kuzhinjere, po është infermiere. E keni këtu. E keni lënë ju me shkrim. Në kuzhinë, thot, punon infermiere si kuzhinjere. Që do bëhet, do presi Facebook, ga mushin kos, edhe burrat ha njerëzit, si të marrin vitamina. Një këndor. E keni 3 zonjat grupit auditimit, është ky Jorgji Qeranmixhi, Zogulla Koto, Sonila Reshka. Thonë prej disa vitesh. U verifikuan ambientet e Spitalit Lushnjë, nga kur rezultoi se lavanderia, magazina qendrore dhe kuzhina ishin në kushte të këqija, muret me lagështi, me myk dhe të pa mirëmbajtura, kushtet e ruajtjes së mallrave në magazin, kushtet e gatimit dhe kushtet e lavanderisë ishin të papërshtatshme, duke rritur riskun e shkatimit të infeksioneve dhe dëmtimeve të shëndetit të punojësve dhe pacientëve. Tani, to e fillova me atët juaj që keni lënë me pjesën e juaj, tani po të them, po ju deklaroj timen. Së pari, pse keni zhvendosur godinën e Spitalit Lushnjë, pse keni vendosur dhe latë prej 8 muajsh në një godinë në i qenef hane, ku është dhe sot, ku nuk zbardhët lejën e ndërtimit prej 8 muajsh. Kush e mban këtë përgjegjësi që të gjithë pacientët e Spitalit Lushnjë të rrinë në qenef hane? Kush? E dyta, si jeni me gjeografinë? Kaq të vështirë keni që të kuptoni që ekzistojnë dhe qytete të tjera përveç Tiranës? Lushnja për shembull. Po pse nuk vini mbas kaq i deputet bërtet, gërthet, kërkon, pse nuk vini bashkë me mua dorë për dorë të vizitojmë ambientet e Spitalit Lushnjë? Pyetje drejt për drejt nga pacientët dhe nga qytetarët e Lushnjës. Qa punë bën ministri i shëndetësisë? Rrin në aeroplan apo do të shikojë dhe spitalet që kanë në varësinë e saj? Se në avion maksimumi mund kontrollosh ndihmën e shpejt. Ka kuti, s'ka kuti, marroje sapi. Se prap nga ky raporti që thoni ju janë mbi 100 milion lek ilaçet s'ka duara. Në magazinën, e keni kap ju, jo unë. E dyta, po mirë të kjo godina që po bëni që është me ere në kohë, shqyqy që po e bëni se ka për 3 vitesh, para se të vjeti kjo normalisht. Po si ka mundësi që para 3 vitesh këtu u dhanë 300 milion lek për urgjencën e re, ndërto 75 milion i dha Raiffeisen Bank. Pse u prishën këto? Ku i ku investim? Kush ma përgjithësi që në kryet 4 viteve, këto u zhveshën prapë muajin nga e para? Sepse për procedurimet dhe për gjithë përburimet njëzore ke këtu ti prapë, ata kanë në rësirë, thonë. Ja ke lëmë veti atyre, drejtori. Ore të bëj pyetje, qa mungon Spitali Lushnjës sot? Alkoli, vigoni, edhe këto dorezat, se ka dalë Barsalet atje, i thot doktor Resha, infermieres, bjerë që ka alkoholi, pa mbukën me alkohol, shikoni infermiera vje vërdal s'ka alkohol o pingat. Po bjerë pa shpejt, e lynë në ujë, kush ma ka lënë hapur alkoholi se ka ik era. Deri Barsalet është këthyrën në Spitalin e Lushnjës kjo se s'ka as alkohol. Gjotani që mungon, se dole këtu dhe the që janë gjitha, shumë mirë, e unë po t'i lenkoj, paracetamol intravenoz, për temperaturë të lartë dhe dhimbje. Omeprazol intravenoz, tramadol ampull. Unë kërkoj ndjes sepse nuk jam mjek, por do të kërkoj ndjes për diklofenak ampull, buskopan ampull, prometazin ampull, amiodorone ampull, vigonat, surumet e ringer, sidomos vigonat në pediatri.
antibiotiku levofloxacin intravenoz, antibiotiku amikacin, antibiotiku cefriaxon intravenoz. Mungojnë. Tani, e dyta, në vitin 2024 kemi nxjerrë një urdhër, ose drejtori këtu i përgjithshëm, drejtori i përgjithshëm Jeta Dera ka nxjerrë një urdhër për lirim nga detyra. Me numër 148/7/2024, thot lirim nga detyra. Dhe thot hiqet nga detyrat, atëherë shkresën e kaq për propozim për lidhje detyrat e drejtorit të shërbimit spitalor Lushe protokolluar me tonën nëpërmjet të cilës propozohet lirimi i zotit Roland Ziu nga pozicioni i zëvendës drejtor ekonomik i këtij institucioni për shkak të mospërmbushjes me korreksi dhe në kodët e tyre funksionale në mënyrë të përsëritur, të cilat kanë krijuar probleme në mirë funksionimin e institucionit, vonesat e kryet procedura e prokurimit për mos realizimin e tyre të lënë nga inspektimet e mëparshme. 2024 ju e ishin nga puna, 2025 e gradoni drejtor. Ore, ju e hoqet sa i nuk blete vigonat. 2025 e solo drejtor. Sa i drejtor a i spostoj gjithë ambientet, gjithë Lusha rri në rrugë Ballhan. Tani, jenë djeniti që nuk kemi asnjë lloj ekoje, dhe një eko që kishim ne, mund ta konfirmoj dhe Ministri Financave se ka shkuar e ka inauguruar atje, ka bler Raiffeisen Bank. Edhe atët mamografisë e ka bler, e ka sjell dhurat komuniteti islamik. Edhe dy ato që bën EKG-t i ka dhuruar Raiffeisen Bank. Po ashtu në maternitet lutën ginekologët e shkret, lutën, mungon kabli që të shikoj dhe se nuk na jep kabli për 1200 euro, syri që bën ekon është prishur dhe nuk funksionon. Prandaj thash që na lindi gjithë lushnjarët në Fier, se shqyr jemi zotësit tonë. Faleminderit, është me minutash, ju lutem, do ta merrni përsëri fjalën. Përfundoni fjalin, ju lutem. Vetëm fjalin. Pra, zihet urgjenca me maternitetin se nuk kalojnë ekon njëri tjetrit. Nuk punojnë ascensor dhe vinë gratë, ka den ka tret duke lindur dhe ka lidhur për shkallë. Po do të flasë pediatri për pas 15 minutë. Okej. Faleminderit. Në mbështetjen e 6.5 rregullores, zonja Evis Salla keni fjalën, mund të jepni shpjegimet tuaja në lidhje me objektin për cilin është kërkuar interpelanca deri në 20 minuta. I nderuar kryetar, të nderuar deputet, dua të falenderoj deputetin Koreshi, sepse interpelanca e tij shërben si kujtesë e dobishme se sa e rëndësishme është të flasim me fakte dhe jo me narrativa politike, për spitalin e Lushnjës dhe investimet reale që po zhvillohen në mbar vendin. Qytetarët kanë nevojë për të vërtetën, jo për alarm politik të fabrikuar, sepse ka deputet që sa shohin një skelë ndërtimi, shpallin katastrofë kombëtare. Ne ndryshe nga folklori i alarmit zgjedhim punën dhe investimin. Shëndetësia nuk mund të përdoret si skenë për propagandë frike apo për të nxirr çdo investim që bëhet. Kjo vetëm për disa kredite politike të momentit. Më lejoni të informoj qytetarët për të vërtetën e investimit në spitalin e Lushnjës. Spitali Bashkiak Lushnjë mbulon mbi 63.000 banor dhe funksionon në godina të ndërtuara para viteve 90, të cilat për dekada kanë pasur amortizim të konsiderueshëm infrastrukturor dhe teknik. Kjo nuk është një problematik e krijuar sot. Është një trashëgimi shumëvjeçare që për vite me radhë nuk mori investimet e nevojshme. Pikërisht për këtë arsye, Spitali Lushnjës është përfshirë në programin kombëtar të investimeve dhe infrastrukturës spitalore të financuar nga buxheti i shtetit dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Investimi ka nisur gjatë vitit 2026 dhe punimet kanë filluar zyrtarisht në 4 mars të këtij viti. Fondi i planifikuar për këtë vit është rreth 82 milion lek, ndërsa për vitin 2027 janë planifikuar rreth 236 milion lek të tjera. Ndërhyrja po realizohen në godinën numër 3 të spitalit, ku funksiononin urgjenca, imazhëria, kirurgjia, reanimacioni dhe patologjia. Paralelisht, po kryen ndërhyrje edhe në ambientet e lidhura me maternitetin dhe shërbimet mbështetëse, me synim këto
përmirësimin e kushteve për nënat të përsalindurit dhe pacientët në tërësi. Ky nuk është një investim fasad, nuk është një lyerje muresh për fotografi propagandistike. Është një rikonstruksion i plot infrastrukturor që përfshin rehabilitimin e ambienteve spitalore, rikonstruksionin e rrjeteve teknike, përmirësimin e kushteve higjieno-sanitare, rritjen e sigurisë teknike dhe modernizimin e kushteve diagnostikuese dhe trajtuese. Natyrisht, një ndërhyrje e këtij niveli sjell përkohësisht vështirësi operative. Por pyetja është, çfarë duhet bënim? Të mos investonin fare, t'i lëm godina të degradohen, apo të mbyllim shërbime për qytetarët? Ne kemi zgjedhur rrugën më të vështirë, por më të përgjegjshme, të investojmë duke garantuar vazhdimsinë e shërbimit. Për këtë arsye është miratuar dhe po zbatohet një plan i përkohshëm riorganizimi dhe shërbimet e urgjencës, imazhrisë, kirurgjisë dhe repatet e tjera vijojnë aktivitetin e plot në ambiente të tjera funksionale të spitalit. Ka një dallim të madh mes kritikës konstruktive dhe përpjekjes për të deformuar realitetin. Ne presim kritikën që ndihmon për të përmirësuar sistemin sigurisht, por nuk mund të pranojmë retorikën që tenton të paraqesë spitale publike si struktura të braktisura, ndërkohë që aty punohet çdo ditë, investohet çdo ditë dhe trajtohen me mira qytetar. Është e lehtë të bësh opozitë me batuta. Më e vështirë është të ndërtosh spitale, të financosh aparatura dhe të mbash sistemin në punë gjatë rikonstruksionit, siç ne po bëjmë sot. E ritheksoj edhe një herë se Spitali Lushnjës është pjesë e një programi kombëtar investimesh në sistemin shëndetësor publik. Për vitin 2026 kemi parashikuar një total investimesh prej 4.2 miliard lek, ose 27.5% më shumë krahasuar me planin fillestar të vitit 2025. Aktualisht, po vijojnë punimet në spitalet e Beratit, Shkodrës, Fierit, Gjirokastrës dhe Vlorës, në godinën e Spitalit Psikiatrik Elbasan, në godinën backup të qendrës kombëtare të urgjencës mjekësore në Vlorë, si dhe në shërbimin djegje plastik në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Brenda këtij viti, pritet të nisë puna për godinën e re të Spitalit të Korçës, për rikonstruksion e urgjencës Spitalit të Durrësit dhe për Spitalin e Hasit. Të gjitha faktet që përmenda më sipër janë tregues konkret se investimet në shëndetësi nuk janë të përqendruara vetëm në Tiranë apo në spitalet universitare. Ato përshtrihen gradualisht në të gjithë territorin me vizion e qartë se qytetarët duhet të marrin shërbim dinjitoz, cilësor dhe të sigurt pavarësisht ku jetojnë. Në këtë kuadër, krahas investimeve infrastrukturore, janë parashikuar fonde për modernizimin e pajisjeve mjekësore, forcimin e kapaciteteve diagnostikuese, përmirësimin e rrjeteve teknike, rinovimin e flotës ambulancave dhe përmirësimin e kushteve në qendra shëndetësore dhe në spitalet rajonale dhe bashkiake. Duke qëndruar të spitalet bashkiake, siç është ai i Lushnjës, dua të theksoj se spitali vijon normalisht aktivitetin dhe përballon një volum të konstrueshëm pune. Krahasuar me ritmin mesatar të aktivitetit gjatë vitit 2025, të dhënat e tremujorit të parë të vitit 2026 tregojnë se janë trajtuar 1727 pacientë të shtruar, ose rreth 26% e totalit të vitit 2025, e theksoj vetëm në 3 muajt e parë, duke reflektuar një ritëm të qëndrueshme të hospitalizimeve. Janë realizuar 86 ndërhyrje kirurgjikale që përbëjnë rreth 16% të totalit të vitit 2025. Janë përballuar 15.553 urgjenca, ose afro 31% e totalit të urgjencave të vitit 2025, çka tregon një rritje me rreth 24% të ritmit të punës në rastet urgjente duke krahasuar me të njëjtën mesatare periodike të vitit kaluar. Janë kryer 14.076 konsulta ambulatore, ose 24% e totalit të vitit 2025, duke ruajtur pothuajse të njëjtin nivel aktiviteti me vitin paraardhës. Janë realizuar 39.739 ekzaminime laboratorike, radiologjike dhe endoskopike, ose mbi 25% e totalit vjetor
2025 vetëm për 3 mujorin e parë të këtij viti, duke reflektuar një trend në rritje të kërkesës për shërbime diagnostikuese. Këto nuk janë shifra të një spitali të braktisur, por të një strukture që funksionon, që mban peshën e shërbimit për qytetarët dhe që stafi i kësaj strukture spitalore meriton mbështetje dhe jo beltofje politike. Spitali Lushnjës disponon CT scanner, aparate radiografie, mamografi funksionale, aparatura ekografie dhe pajisje të tjera laboratorike e kirurgjikale, ndërkohë që po vijon puna për modernizimin gradual të aparaturave të amortizuara. Gjatë vitit 2026 është vendosur aparati i ri i anestezisë në sallën operatore të obstetrik ginekologjisë, si dhe është realizuar zëvendësimi i aparaturës ekografisë. Ndërkohë, spitali do të pasurohet me aparat të ri ekografie dhe mamografie. Lidhur me informacionin e kërkuar për rrjetin e oksigjenit, theksoj se në muajin shtator 2025 është realizuar mirëmbajtja e rrjetit dhe panelit të shpërndarjes, ndërsa në muajin shkurt 2026 është kryer kolaudimi dhe mirëmbajtja e sistemeve të mbrojtjes nga zjarri në ambiente teknike. Për sa i përket barnave, dua të jem shumë e qartë. Spitali i Lushnjës e ka menaxhuar situatën në kohë reale dhe pacientët kanë marrë mjekimin e nevojshëm. Furnizimi me barna realizohet përmes kontratave aktive dhe marrëveshjeve kuadër, ndërsa për periudhën 2026-2028 është planifikuar zgjerimi i mëtejshëm i kontratave për medikamentet spitalore. Sa i takon shërbimit të dializës kërkuar nga deputeti, aktualisht janë 51 pacient nga Lushnja që marrin shërbim dialize. 34 pacient në Fier, 12 në Durrës, 3 në QSUT dhe 2 në Berat. Ndërkohë, sipas kuadrit ligjor dhe saktësisht sipas urdhrit të Ministrës së Shëndetësisë numër 469, datë 30/8/2010, për sigurimin e transportit për të sëmurë që trajtohen me dializë i ndryshuar, Spitali i Lushnjës mbulon pagesën e transportit për pacientët e dializës në mbështetje të paketave shëndetësore të miratuar nga FSDKSH, me qëllim garantimin e aksesit të pacientëve në trajtim. Të nderuar qytetar, ne nuk pretendojmë se çdo problematikë është zgjidhur. Shëndetësia është një sistem kompleks kudo dhe sfidat ekzistojnë. Por, ka një ndryshim të madh mes atyre që përpiqen çdo ditë të zgjidhin problemet dhe atyre që përpiqen çdo ditë të përdorin problemet si kapital politik. Spitali i Lushnjës nuk është një strukturë e braktisur, është një strukturë ku po investohet, ku po punohet dhe ku shërbimi vijon për qytetarët. Ky është realiteti. Dhe mbi realitetin duhet të ndërtohet debati publik, jo me egzagjerime, panik apo deformime të qëllimshme të situatës. Ju faleminderit. Faleminderit. Zoti Koreshi, mbështetjet në 96.5 rregullores mund të shpreheni lidhur me përgjigjen e ministres deri në 15 minuta. Ju flet Tirana, dham lajmet, harruat thoshi këtë. Më nxori mallin e revistës televizive të zonjës Teft Aradi. Ore, po mirë, tani, shiko, o kreta se u fot me baltën, me lumin dhe ti nuk ju vjen qik turp ju, po turp para shqiptarve nuk ju vjen. O e turp, kur dili pas qyr, kur thoni këto, nuk ju vjen turp. Po hajde pa, shkojmë Lushit të dy dhe të shikoj se qa strukture ke. Kaq, turp. Sepse po të kishin një fije të cipje, thoshit, u boku po e pas kam leshë dhe cin. Si rika mu këtu. O bobo. Hajde pa Lushe, shikoj atje. Unë kështu kam qef që ti t'japësh televizit televizive, sepse Lushnjat e din mirë se ku rrin atje. Edhe synet liqet janë rrallur atje, nuk mere më përsipe. Dakorta? Ajo anestezis, se ta thonë miqe shok të tut, 6 muaj nuk punoj se nuk e gjiste njëri aparatin. Kuptoti që të turpimi. Ti sot ke një pacient për 57 ditësh në Lushnje, që mjekohet, rri atje, që nuk ka, gjoj këtu, frigorifer për të majt insulinën. E di apo ja, se ka skadur 20 herë, dhe të blen vete, dhe akoma nuk përshërojt, qoj pra në Tiranë. Hajdi, se i ministrë tjetër e gjoj prezent, ta të regojnë atë ministri, për efekt,
merr ambulancën, nuk ishte ambulancën se një ishte në Tiranë, një ishte në Fier, po vdiste kur e botës restoran. Nuk vjen pra. Kujt e tregoni ju këto? Revista televizive, nuk e turp. Po lushet hanë mi nga kam, nga sut. S'ka asgjë, është kafshëri. Është batërti që fatër infekcioni. Ka në çdo mur, do çadër për të hyrë. Kujt i tregoni ju? Po si shikojni pasqyrë që i dili kalamajve tu, po keni të bërë me jetë njerëzish. Kjo çmenduri. Po keni tjetër ti. Një nga Korça sot që do të bëj, e ta them dhe emrin, Dhimite Qenimi që shkruan një gazetar sot, ka nevojë për aparat DSA spinale, që sot e ka pajisje po për 2 vjetësh nuk e vën funksion. Turp! Po keni pa njerëz në ekologjik, o keni qenë njëherë ju atje si vend njerëz që rrin? O keni pas të jetë smur ju? Po si ka mundësi se s'vas ministrat e ju gjithë rakordoni fonde për t'i çuar shtetit? Pse nuk e bëni të kjo meksia jon? Po tuj për ta dializë, po pse do t'i keni ushqar që konfirmon me zërin tat këtu ti, që 52 ushqar i keni jashtë luçi për marrë shërbim dializë, kur ti i jep lek privatit. Qa lek që jep ti për rrugën aty? Nuk e turp? As i lek s'marrin. Lëm punën prindrit e tyre, lëm punën njerëzit e tyre, djemt vajzat, lëm punën për t'i çuar në Fier, edhe diti më të keqe çfarë bëhet atje Fier ka vetë 3 fermier. Turp të dializa, aty privatit. Haram lek të shqiptarëve, se për skandal. Se nuk i punon pajisja e ujtë për të freskujë ujtë që të bën aparaturat atje. Ti të rekomu dializën. 52 ushqar. A paguajnë taksa këta janë njerëz ta. Pse më privatit vita bëjnë lushe, me që i pasi kaq bukura të mjetët. Lushe ta bëjnë për 52 veta. Me 2 fermier ushqar. Turp! Tregoni ju spitalet neve. Ne më vdesin njerëzit, 90% telefonata unë i kam në spitale. Për spitale 90% telefonata. Tregoni lushin oksigjen, për e tani të shkurti. Po të dole për një narë që tash nuk ka asnjë që fik zjarrin atje. E ti shkole nga babe bërë, po shtur pra. Po si ku të zonë del këtu i herë dhe thu, na tregoni visa televizion, si ku të zoni? Ku të tregoni ilacet, lekse për pleve njerëzit vetë? Analizën konfirmojë për 20 ditësh. 20 ditë për një më janë 3 ditë. Me mikë, ku vetë sa i mirë atje do t'ja bëjnë analizën. Dhe po tregoni një rast tim tani se kisha thënë se kisha bërë në herë. Politik, po ta them. Ka pasi humjet madhe, njerëzore, brenda familjes. Dakor? Një muaj gjysmë për para i me urgjencë të shkollë që i bje të fikt. Urgjencë flushjes. I mbasi telefonin, i bjene këtë gas, o dikë se s'ke gjë. Po një eko vdish. Po një eko. Kaq. Sepse po t'ishte konstatuar me një eko, zemra zmadhur dhe ai 38 vjeç, do kështë shpëtur. E për kaq dish. Për kaq. Sepse ku mora uqërisë e shtatën përgjithë Tirana. Aj që të soti. O jam deputeti, kam i rast. 30 qa për vdes. Durona të bajnë lushe, të telefon. Që s'kjo mëre? Do të bajnë Tirana të bajnë lushe të marri muat për gjeku jam. Në lusje, që me dung fung i bje për 10 herë lushe zë anë barë për 3 minuta. Me dung fungën e plerave. Ju të regoni shëndetësit? Po ju keni që kafsh. Kur të mesh me jetën e njerëzve, mos parti do të kesh dimshuri të jesh ministër. Po nuk mundet më. Nuk mundet të bëni kështu, nuk mundet më burr. Nuk mundet të shmik që të marrësh një smur me kancer në spital. Do të shkruaj ty të them që nuk kam nevojë për tende, po hape se ka për jetë njerëzore. Ty të kam shkruaj. Për këtë. Po pra që shpëton jetë. Jetë për jetë. Se për qa po flasim në sot? Dhe ti më thua dokra mas... Po në s'kemi asgjë, nuk kemi asgjë, nuk kemi ashensor, më orë përveç të pediatrin 4. Do të flasë unë, pse mërë do të flasë unë që të regullojt ashensorit paguajnë e lek spitali Lushis? Pse mërë prindi do të bëjmë me radhë nga 2-4 në 4 pediatrit? Po keni qemë në jenë pediatri, unë e kam qufë fëmijën tim. Ore kanë shkur infermierët me mbaj ilacin, farmacin, natën, vetëm se nuk të regonin do të që s'kishte, se ishte djali deputetit imi, po tjerët! Po tjerët, more! Unë e maroj hallat e mija, unë, dhe gjithë një këtu i maroni hallat e juja. Edhe për tjerë. Po nuk njofën deputetit, qa do bëjnë njerëzit?
Ama që të bëjnë njëzë për nuk njohën deputeti, që të bëjnë? Se janë mes katë rrugëve. Vetëm i gjerë nuk me mojë spitalën, apo i ki vetëm për spital. Pse mërë duhet tjetë spitali Lushjes, që në bërë kaqe, po mati me gjitha ta spitali që janë ato shifra. Me ato shifra të tuja, a ka më shumë se shumë spitali tjera janë? Pse nuk e kemi ne shansit që me spitali janë që ka qenë Lushja dikur? 12+1. Pyte do kodë Tritane, dhe nuk është e vërtet që kontinet i ke parë 90-ës. Asjes është e vërtet. 2 kontinet që ndohet si pediatrin, si kirurgjik, te që pësot e ke 2007-ës. Por i konstrukton më të rend, i ke lërë ato më të vjetër, pa bërë. Kuj ti tregoni më burë, po hajde më burë ati, shikoni skaneri, ku bëtë sot skaneri. Hajde shikoj morgun, dhe jesë njerë të ty mrapa, se është kanë shiris ferë. Po keni pa jo ambulancët e Lushjes? Ha më flisni, po hajde më shikojni, ambulancët e Lushjes, shërbimin, punat im kur vdiq, dhe 1 orë gjysë për të marrë i drejtori para këtit, për të marrë gjenazen nga rruga. Ha më se rritë drejtori, gjithë vini të shpitar, 1 orë gjysë, rritë gjenazen të shpis nuk vitë ambulancët a merte. Që da qonë të morë, punat im. Po tjerët, more. E ju të rëgoni me iksit? O do të bëni këtë vend, po të pati rëkoni falje, i thoni, o mik, Lushe që ka patër dipa, hajtë shikoj se së shfa jotë, se nuk e ti që të lëndë jetër aty. Po të regosh mua t'i ditë pishi latë. Se si puna sa o Gerta më nësi liu dhe, pse po qa punojnë? A po qa punojnë o Gerta? Po qa punojnë e vici? Po qa punojnë Libekta? Po të vjedhur? Ja me këta punojnë. Po të lidhë kontrata me privat, po të qurë njëzën e privatët. Nga ka do kirurgjia, neurokirurgjia, tjerë me radhë. Se ajtë se këtu ka infekcion të regullojët e atje, do 8.000 euro. Pse do të bëj bypass ku mund ta bëj Tirana? Pse? Pse more? Pse do të vej atje t'ja bëj pas dite? Ke spitali X apo Y? Pse? Ne themi kemi shëndetësi falas, nuk është e vërtetë që kemi falas. Paguhet më shumë. Ju di sa mira njerëz vrat me Covidin, vrat. A paguan njerëz të imusoj kush ka ju lek të ilaçe që blen njerëz me Covidin? More kredimë nga 4-5 milion lek, po çfarë po flisi gjuna? Ju po tallën me këtë njerëz. Dhe mua, sot, me që kujtove komikun parlamentar, ma kujtove dhe një tjetër, një karakat slak të mrapa, dhe i pashtulla si i kishte. Unë sot vetët e spitalit i Lushjes dhe të presë, dhe të kërkosh falit gjithë dhe tyre që janë shtrurë atje, të japësh fjallës që përveç godinës qëndrore, të rishikosh statusin e spitalit Lushjes, të japësh lekët shtesë, shoferave të ambulancës s'kanë guxim të flasin, më heqës patologistët nga puna, po të qosh njerëz e bën detyrën, dhe stafi mjekësor nota 10. Nota 10, mjekët dhe infermierët. Pse? Se në ato kushte asë kote në verit nuk është vizituar. Nota 10 se majnë përgjithsin bën një vizit pa aparate. I ka falë e fazën bank, e kuptoni ku erdhëm, vjen ministri dhe inauguron një aparatur të falu nga e fazën, se nuk pas ka 30.000 euro me pagu shteti, po shteti pas ka falimentur. Ka falimentuar. Qa të regoni për spitalet? Po mire, putin i njerëzë, më shkoni të spitalit për njësi asot njerëzit. Shkojnë në gjithë spitalet. E keni si këtë qëta qëtëcore ambulancë bënda shkollës. O e ke dhe komshë dhe qëtër ambulatorë me i vend. Ska rjetë energi elektrika, asuj qëtër qëtëcore 2x2. Pësha flisë më bërë dhe. Përkoni falja të erojnëve atje, mjekve, infirmierve dhe njerë. Pa tjetë më në presin ata. Rinë shikojnë këshu se mos bërtet kur desë robi se mos bërtet deputeti për tjetër, jo mos e kim me tanë. Nuk e kim me tanë, e diri që më shumë nuk punoj, e diri që aparati grafie, se theti tu të bëj aparat grafie. E di që aparati grafie kiti akome me plak. Me plak do dani fotografi dale, pritë se mua sa të lahet. Edhe nuk duke, ta është roba më kafsh. Po e pa një këta mjekët që janë tu atë të konstatoj broko plomëni ftovin, po nuk di që të them. Hale më hale! Uaj nuk i këni pa po fjullet apo jo si janë?
Po flesin se për të mirën e këtyre njerëzve flasin. Se gjithë shtëpitë tona kanë tregulluar dhe unë e kam tregulluar. Po jo njerëzit më burr. Po pse më do të marrë deputeti çam urgjenca 127-a? Po lere më 2 patronazhistë që njohin lush ata dinë e kam heqë po edhe ballë e syrit unë. Kë kam kusurit shtat. Sa kam numrin e bregve. E di patronazhistë po lere se të identifikojnë se ku është halli lushje. Që të vinë ato me staf kullu ambulancë, me gjithë ambulancë aty e sollën ambulancë me gjithë japar donacion. Dhe ambulanca verdhe lushjes me motor diku i bët motor këtu tur. Po edhe krevatet e urgjencës i sollën donacion kisha tur për ju. Që vini dhe inauguroni me kisës në xhamia çaj u fal. Tur të gjërat që ka arrit ky shtet. Keni një drejtor, po losni me bukën e kalamajve të njerëzve patronazhistë që kanë ngel Shqipëri. Se tjetë kur kishte dy fare të katë, iku. Iku mëse nuk rrihet me këtë vend, se ku të smohet Kalaman, unë di 10 veta që kanë ikë në Romë, te babini Gjezu. Për hap me emra pëtoni, dhe patronazhistë. Dikur. Mësus, shkatrun jetën, ikën, se nuk bënin dordërman në Shqipëri. Dhe këta e dini ju fakte, e dini gjithë. E dini më gjithë, e dini gjithë. Dhe kjo është turp më burë. Po të paktën, kërkoni falje. Paktën thuaj, do t'a bëjmë. Do t'a bëjmë në fund viti, po këtë do t'a bëjmë fund viti. Po që kemë vend aty për në bërë, edhe më tregon t'i mu humorin parlamentar. Po t'ju bën humor me jetën. T'ju bën humor me vdekjen. Edhe unë s'bëka humor parlamentar. Po ju keni kaq vite që talli bëthëm me shqiptar. Edhe unë nuk bëka humor. Po çfarë do të bëjmë me ju? Çfarë do të bëjmë me ju, se njerëzit e shkelin për ditë? Thjesht ju transmetoj ato që shkel për ditë robin lushje, ja transmetoj para ekranit. Asgjë më tepër. Asgjë më tepër. Dhe ju keni parë si është lushje. Hajde të lagjet atje në lushje që ju jeni gjithë atje, faljen te Varreza. Edhe unë kam komandanti batalionit Danëm Takas atje. Zvetë unë atje se është fest komuniste në majtë 50 vjetë. Dhe shishtë një që na fusin në Europë, ju që 50 vjetë pit gjakun, mua e familjes time. Po si më mund të bëni ju këta? Po mburre tani s'dashkemi në integrimin. Euroskeptik thot tjetri. Ç'është euroskeptik? Nga euroskeptik. Po ne pa atë fjalë e lip atë euroskepticizmin kundra jush, se ishit ju kundër Europës dhe botës, u futën burgmër, bën vite. 30 vite të rrim vjerrim. E ti sa 30 vite të rrim apo jo? E s'ka ma lekët akoma ti të rrimit. 30 vite, o mi ka lini të rrim nuk se ime. Ka që për ka që flisë ju tani. Ma fusti ju në Europë, si me na futi në Europë? Tu është me të futi në Europë, jo në Europë. I kërkoni falje shqiptarve, i kërkoni falje lushjarve. Se jeni gjysma qeverisë. Ka qenë deleguar aty lushje dhe meriton respekt paktën për spitalin. Paktën për atë tjera me ra.